Lëvizja Vendosëse propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo blokadë. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën në propozuar në këtë rast për kryetare të Kuvendit deputetën Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Shërbimi i deputetëve konstaton se në sallë kanë votuar 57 deputet për, 46 kundër dhe 3 kanë abstenuar. Në bazë të rezultateve të votimit, nuk ka lënë kandidatja për kryetare dhe seanca ndërpritet për të premten 25 prill në ora 11. Ju falemnderit. Më lejoni t'ju sjell në vëmendjen tuaj edhe njëherë dhe gjithë opinioni dhe gjithë atyre që e kritikojnë zonjën Haxhiu, që Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit me 125.000 vota. Apo thënë ndryshe në numra, 3 herë më shumë vota se parafolsi zoti Haradinaj, me 40.000 vota, apo 2 herë më shumë se i tërë grupi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nismën, grupit konservativ intelektual që kanë qenë bashkë. Do të thotë pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e Kuvendit është i pakontestueshëm. Gjithashtu nëse krahasohet edhe me vetë liderin e opozitës, zotri Memli Krasniqin, zonja Albulena Haxhiu është 30.000 vota para zotit Krasniqi. Ju lutem mos të marrim aq lehtësisht mundësinë e ndryshimit të një propozimi, kategorizimin, kualifikimet mizogjene, e gjithashtu edhe vlerësimin e punës dhe aktivitetit të saj politik në mënyrat më brutale të mundshme. Këta s'kanë shumicë parlamentare. Kjo është evidente, sepse po shihet që as 60 nuk i kanë, jo 61. Janë 57, është hera e tretë. Shikoni nëse 3 herë nuk i merr votat, me çfarë logjike dojnë më ardhë mas nesër tash me na e thonë edhe një herë emrin e njëjtë. Është fyrje për këtë institucion, është fyrje për qytetarët, sepse është vazhdim i qëllimshëm i blokadës. E patë edhe sot edhe një vazhdim i seancës i dështuar, në fakt janë rrethonat e cilat nuk po ndryshojnë mirë, po ajo çfarë po kërkohet në këtë rast prej lëvizjes vetëvendosje është që të ndryshojë dhe të imponohet vota e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Si që kemi potencuar disa herë, deputeti është i lirë dhe nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues, është përfaqësues i popullit, askush nuk mund ta detyroj dhe t'i kërkoj votën, por ai është i lirë që të votoj. Ne tani me jemi shprehur disa herë që nuk jemi të gatshëm që të kemi marrëveshje politike. Kryetari i Kuvendit zgjedhet në 2 forma, ose me marrëveshje politike, ose duke sjellur një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm, e ne kemi potencuar disa herë që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim, pikë së pari për shkak të historisë së tyre, për shkak që janë shkelës të vazhdueshëm të Kushtetutës, ju e keni pa dhe pas betimit që e kanë dhënë në Kuvendin e Republikës së Kosovës si deputet, të njëjtit vazhdojnë të dalin në zyre dhe i kanë marrë peng institucionet e Republikës së Kosovës që nënkupton këta kanë shkelur betimin e deputetit dhe rrjedhimisht Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Shpresoj që gjërat do ndryshojnë ditën e vijim. Vërtet është pak një, si më thani, dojë nervash,
Po gjithmonë kushtimi i institucioneve ka rrugën e vetë, vështirësitë e veta. Unë besoj që në ditën e VM të gjithë do të angazhohen, të kontribuojnë për të dalë nga kjo situatë dhe Kosova të fitojë institucionet e veta. Një gjë do ta kemi të qartë. Më rëndësishme se çdo gjë tjetër, Kosova nuk e ka luksin me mbet pa institucione. Shpresoj që do të gjinen, po institucionet banë përmes rrugëve të njohura, ashtu siç bën bota qytetëruar, dhe shpresoj që kjo do të ndodhë. A një taku me kryeministrin Kurti? Shpresoj që do të. A një taku me Kurti? Ndja keq që s'po ka mirë kuptim edhe nga VV, që mu gjetë një mënyrë me kalu prej kësaj situate, pra ne jemi të interesuar që të zgjidhet kryetari i kuvendit, nën kryetarët të konstituohet kuvendi. Në princip, ajo ka qenë logjika, zonja Agjeu nuk është në një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pra dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos më ndalë të kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon.